Hey njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Jani tani të kalojmë ditën së bashku. Çfarë bëm për mëngjes? Për mëngjes përgatita mëngjesin që thoni. Mëngjesin e djalit i bëra vezë, edhe banane dhe bukë, nuk e kapa në video, po ua them. Tani ky është mëngjesi i burrit, se po të ishte mëngjesi tim do shtoj një 10 kg në vaft, po të hasi çha burrit tim. Po nejse tani lodhet më shumë se mua edhe duhet të hajë më shumë. Tani i bëra panine me bukë, me djath krem djathi, edhe sallam, edhe patatina. Tani unë, që të hajnë qikë si më shëndetshme gjasma, hëngra tërshërë, me qumësht, i hedh kanel brenda, edhe chia seeds edhe linarosporo, i vura në microwave, në mikroval quhet kjo, se përtoja ta bëj antigan, nuk është shumë e shëndetshme, po hajde, një herë në kaqeve nuk u bëgjëm. Tani i shtova pasi e nxora nga ajo, i shtova mjaltë, kumbulla të thata, rrushë edhe banane. Kjo ishte mëngjesi tonë, ky ishte i burrit, po, edhe ky ishte timi. Hajde, nëse i shishëm ishte. Edhe tani po përgatitemi që thoni se dua të çoj djalin në shkollë, edhe pastaj të dal një xhiro të vete në për ndonjë dyqan, të bëj sa punë që kam, kështu që thoni. Po përgatitemi neve tani, u veshëm këtu me djalin. Edhe ikëm për në shkollë, se jemi vonuar. Okej, nuk jemi vonuar, në orar jemi gjithmonë shqyqur. Tani e çova djalin edhe dola një xhiro, të vete të blej disa gjëra si që thashë, po u tregoj edhe një çik sa më pëlqen kjo stina e vjeshtës, më pëlqen shumë. Më kujton ato filmat që shikojmë televizor romantik, ndaja. Shumë bukur, nuk është shumë bukur është. Ndaje mos qajemi. Çdo stin ka bukurinë e vet. Ika tani. Ciao ciao.